Perëndon më bukur djeli, sa I kaltër është qeli. Sheve, hiku koha e Kozma Dushit, ka ardh koha e Kozma Filipinushit. Pa që në nëzirë këta ma vllai e keni bokët, mos I boni shirë këti budallajtër, bojni shirë në një artistë shqiptar të ri, ose të vjetër që knori 100.000 herë më mirë se ky filipinezi. Qa është ky mër? A jeni të rëzi, jo quna, jeni të hedhë poshtë artin shqiptar, e ne keni morë këtë këpucarin nga Filipinet. Po që boni kështu da, ky ka ardhë me lame pastrune I gjo, ka ardhë për punë, e bët VIP këtë këngëtar të mëdh, e në hudhë një poshtë quna, goca, gra, vajza, burra shqiptar, që knajnë më mirë se ky, që e kanë zonin tipik balkanik të zonës, jo ky kinezi që ka peshk aty në Filipine. A mal me dagu, këto janë përgatime për larë, shplarje, për që kanë ardhë, kështë e bone kongë për Elbasonin ky, për lana jenim të rëzije, quajt Elbasonin që boni e la, mos e pranoni kongë të këti, e kam seriozisht. Dum shqiptar, vllai, nuk dum këtë hik faleminderit ka ardh, mos të likë, ose fillo punë, vllai. Mos më rri ka të bëhet ty me knu. Ne s'po knajmë dot vetë, do vishti me knu, të shik në lerahat për zot.